është në natyrën e njeriut që ta kërkoj Zotin. Edhe Zotin, sipas koncepteve, si me thanë, filozofike islamike, të vërtetën përfundimtare. Po njeriu jeton për ditë. Njeriu jeton për të hulumtu. Edhe librin ku të hap metafizikën Aristotelin, fjalinë e parë ka njeriu për ka natyra dëshiron të di. Ashtu e kemi edhe te Ibn Khaldun në Muqaddimin e tij, domethënë në hyrjen e shkencave që tani më ne e quajmë sociologji, thotë njeriu për ka natyra ka dëshirë ta zbuloj atë që është misterioze. Po njeriu dëshiron ta di. Dhe ajo që më shumë ti e ka magjeps njeriu është fuqia e vërtetës. Pra e vërteta absolute. Dhe kjo ka përcjell qysh nga njeri i parë. Edhe ne, pra, nëse i hulumtojmë edhe ashtu filozofinë antike me tema se si ne e mësojmë, domethënë ku duke filluar nga Greqia e vjetër, sepse filozofia është edhe më herët. Nietzsche është një mohues kategorik i kësaj të mësuarit të filozofisë, thotë se ka pas filozofi edhe para grekëve. Edhe grekët e kanë marrë nga Mesopotamia dhe nga Egjipti i vjetër. Ata thonë që filozofët e parë kanë qenë shkencëtar. Tema e hulumtimit të tyre ka qenë fillimshmëria e universit dhe jetës. Cila është ai koncepti bazë mbi cilën ndërtohet universi, mbi cilën ndërtohet po edhe një. Pasi se ata ka pretenduar nëse dihet kjo esencë, pra e dihet edhe e vërteta absolute. Pasi se edhe të këta ka qenë interesante që nuk është njohur një fuqi e mbinatyrshme, sikur të fetë abrahamike, apo të sikur fetë qiellore. Por nuk njihet një Zot i cili është i liruar nga materia, i distancuar nga materia. Mirë po ata ka pretenduar që është mbi ne, mirë po është pjesë e universit që ne funksionojmë ne. Dhe ata kanë tentuar gjetjen e një Zotit, i cili është pjesë, po tek ta Zoti dhe vërteta kanë qenë i njëjti sinonim. Pra sinonimi i njëra tjetrës, po e vërteta edhe Zoti. Po vazhdimisht është tentuar gjitet e vërteta. Ajo që ka ma gjetë mas shumë të njeriu është e vërteta.